Fakt, këto deklarata natyrisht ngjallin mjaft pa siguri, ngjallin një problematik në realizimin e bisedimeve për paqe për Ukrainën dhe natyrisht çojnë në pozicione refraktare, veçanërisht të palëve, por edhe të palës ndërmjetësuese. Megjithatë, pala Ukraina se ka mohuar ndërmarrjen e një sulmi të tillë dhe unë mendoj që nuk do të ishte në dobi të Ukrainës që në këto kurse të ndërmarrë një sulm të tillë ku në një farë mënyre të minohen bisedimet e paqes, por nga ana tjetër dhe Federata Ruse nuk ka paraqitur evidenca, nuk ka paraqitur fakte prova që një sulm i tillë, prova që një sulm i tillë është ndërmarrë dhe natyrisht është ndërmarrë nga ana e Ukrainës. Kështu që këto të gjitha të lënë të dyshosh se Federata Ruse vazhdon të krijojë probleme artificiale për të mbajtur zvar ose për të tërhequr zvar negociata diplomatike midis palëve dhe kryesisht tashmë e përfshirë fuqimisht edhe vetë Ukraina, por me ndërmjetësinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër Federata Ruse në një farë mënyrë përveç deklaratave politike që ka bërë që është për vendosjen e paqes në Ukrainë dhe ka paraqitur dhe objektivat e saj se si do të realizojë këtë paqe, duket që ana më intensive e veprimeve është në aktorët e tjerë. Pra tek vetë Ukraina dhe tek Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund të luftës në Ukrainë. Kështu që Federata Ruse ka qenë gjithmonë në pozicion pritës për zgjidhje që do t'i afroheshin dhe domethënë çështjet që do të shtroheshin për zgjidhje në disa fusha, sepse çështja trajtohet në disa fusha. Kështu që në këtë prizëm mendohet që Federata Ruse të mos jetë shumë e interesuar për arritjen e një zgjidhje diplomatike, por edhe politike midis palëve. Dhe që ky incident mund të shërbej për një shtyrje tjetër siç ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe. Shtyrje takimesh, bisedimesh për paqen. Pikërisht, sepse Federata Ruse është pozicionuar mirë në terren, ushtërinë e vet e ka të furnizuar mirë me trupa, me mjete, me armatime dhe vazhdon inkursionet e saj në drejtim të territorit të Ukrainës, ndërkohë që vazhdojnë sulmet e përditshme deri në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Pra, me sa shifet, Federata Ruse nuk është shumë e interesuar për paqen, po kërkon të realizojë objektivat e saj kryesor, që janë marrja e territoreve të pushtuara të Ukrainës e para, e dyta që të zhvillohen zgjedhjet e menjëhershme në Ukrainë brenda një arku kohor 60 deri në 100 ditësh, që është pranuar tashmë nga presidenti Zelenski. E treta mundësisht të vendosin në Kiev një qeveri që të jetë pro-Kremlinit mbas këtyre zgjedhjeve, dhe katërta mos lejoj fuqizimin e forcave ushtarake të Ukrainës, madje të kërkojë në një farë mënyre demilitarizimin e tyre dhe zvogëlimin e tyre në numër, natyrisht duke pas këtu parasysh edhe mos antarësimin e Ukrainës në NATO. Kështu që objektivat në këtë kuadër të Federatës Ruse janë më se të qarta dhe aktorët e tjerë tashmë po i përshtaten këtyre kërkesave, sepse përndryshe nëse nuk realizohen këto kërkesa, lufta do të vazhdojë, do të shoqërohet me vazhdimin e humbjeve të jetëve të njerëzve, por edhe dëmeve materiale të vazhdueshme. Natyrisht që presioni pastaj i Federatës Ruse jo ndaj Ukrainës, por edhe ndaj territoreve të tjera do të jetë pothuajse i papërmbajtur, duke kërkuar synimet të tjera, duke shtrirë zonën e saj të influencës dhe duke kapur territore nëpërmjet politikave pushtuese, siç bëri edhe në 2008 me Gjeorgjin, më përpara me Transnistria në Moldavi, 2014 me Krimen, edhe tashmë prej afërsisht 4 vjetësh me Ukrainën. Ambasador, presidenti Zelenski pas takimit që pati me presidentin amerikan Trump në Florida, deklaroi se çështjet territoriale dhe centrali bërthamori Zaporizhjas janë çështjet ende të pasgjidhura në këtë tryezë bisedimesh që shkon në 3 kënde, Ukraina me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ukraina me Europën dhe më pas
detajet e planit që shkojnë në Moskë. Pra, mund të themi që janë reduktuar nga plani fillestar që kishim me 29 pika, u bë me 20, me 19 u bë me 20, 21